Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju hapet me kartën mesazh, që është energjia e informacionit, komunikimit dhe lajmeve. Kjo kartë tregon se diçka po vjen ose mund të vijë drejt jush, që mund të jetë një përgjigje që e prisnit, mund të jetë një bisedë e rëndësishme, mund të jetë një ftesë, mund të jetë një sqarim ose mund të jetë një mundësi e re. Duke qenë se binjakët janë vetë një shenjë e komunikimit, kjo kartë duket veçanërisht e fuqishme, sepse sugjeron se fjalët, informacioni dhe kontaktet do të luajnë rol kyç gjatë javës. Një mesazh mund të mos duket i rëndësishëm në momentin që mbërrin, por për disa nga ju mund të hap një rrugë që më vonë do të kuptoni se ishte e nevojshme. Më pas kemi kartën rruga. Dhe pas mesazhit shfaqet rruga. Kjo tregon se po hapet një drejtim i ri. Mund të jeni përballë një zgjedhjeje ose të ndjeni se po hyni në një fazë të re të jetës. Kjo kartë nuk flet domosdoshmërisht për vendime të menjëhershme, por për një proces ku filloni të shihni më qartë se ku po ju çojnë ngjarjet. Nëse në kohët e fundit keni ndjerë pasiguri, kjo kartë sugjeron se mjekulla po fillon të shpërndahet. Zakonisht rruga është një simbol i progresit dhe i mundësive që shfaqen hap pas hapi. Më pas kemi kartën gruaja e pjekur. Kjo kartë sjell energjinë e mençurisë, energjinë e përvojës dhe energjinë e qetësisë. Për disa nga ju mund të përfaqësoj një grua konkrete në jetën tuaj, pra dikë me përvojë që ofron këshilla, mbështetje ose ndikim pozitiv. Por për disa nga ju mund të përfaqësoj edhe një aspekt të vetes suaj, pra aftësinë për të parë përtej emocioneve të momentit dhe për të marrë vendime të mençura. Gjatë kësaj jave mund të kuptoni se përgjigja që kërkoni nuk vjen nga nxitimi, por nga reflektimi dhe përvoja. Gjithashtu unë do thoya që kjo kartë thret të dëgjoni zërin e urtësisë, qoftë ky zë juaj apo i një personi tjetër të besuar. Më pas kemi kartën punë dhe profesion. Kjo kartë e zhvendos fokusin drejt angazhimeve të përditshme dhe çështjeve praktike. Mund të ketë zhvillime të rëndësishme në punë, projekte ose përgjegjësi që kërkojnë vëmendjen tuaj. Karta nuk flet vetëm për punësimin, por për mënyrën se si e investoni ju energjinë tuaj. Kjo kartë sugjeron se përkushtimi juaj po ndërton diçka me vlerë, edhe nëse rezultatet nuk janë ende plotësisht të dukshme, mund të ndiheni të zënë gjatë javës, por ajo që po bëni, unë do thoya që ka potencial që të jap fryte. Më pas kemi kartën pasuri e papritur. Kjo është një nga kartat më të forta të gjithë shtrirjes. Shumë njerëz, unë do thoya që e lidhin këtë kartë menjëherë me paratë, por simbolika e kësaj karte është më e gjerë, sepse flitet për përfitim të papritur, flitet për mundësi të favorshme, flitet për sukses ose për një zhvillim që sjell ndjesinë e bollëkut. Mund të jetë një lajm më i mirë financiar, por mund të jetë edhe një mundësi që ju hap dyert të rëndësishme për të ardhmen. Kjo kartë tregon se Zoti mund t'ju surprizojë në mënyrë pozitive, sidomos në fushat ku keni investuar kohë dhe energji. Më pas kemi kartën shqetësim. Duket se menjëherë pas pasurisë së papritur shfaqet shqetësimi dhe kjo krijon një kontrast që duket paksa interesant. Karta sugjeron se edhe kur gjërat po ecin mirë, mund të ekzistojë një tendencë për të menduar tepër ose për t'u fokusuar te problemet e mundshme. Ndoshta po analizoni një situatë më shumë se sa duhet, ose po shqetësoheni për diçka që ende nuk ka ndodhur. Kjo kartë nuk paralajmëron domosdoshmërisht vështirësi. Zakonisht ajo ju thret të vini re dallimin mes kujdesit të shëndetshëm dhe ankthit që
mund ta krijojë vetë mendja juaj. Më pas kemi kartën person zyrtar. Karta e fundit, unë do thoya që sjell energjinë e strukturës, energjinë e autoritetit dhe përgjegjësisë. Mund të përfaqësoj për disa nga ju një person konkret me rol drejtues, ose një institucion, ose një procedurë zyrtare, ose një vendim që kërkon seriozitet. Në disa raste kjo kartë tregon se një çështje do të marrë formë më konkrete dhe më të organizuar. Mund të ketë të bëjë me dokumente, punë, marrëveshje ose ndërveprime me persona që kanë autoritet. Kjo kartë gjithashtu do të thoya që ju kujton rëndësinë e profesionalizmit dhe qartësisë. Në Prism Oracle kemi fantazm. Kjo është karta më misterioze e gjithë shtrirjes. Pse? Sepse fantazma shpesh simbolizon të kaluarën që endet në mendje ose në zemër. Për disa mund të jetë një kujtim, një pendesë, një histori e papërfunduar ose një frikë e vjetër që vazhdon të ndikojë në mënyrën se si e shihni të tashmen. Karta nuk ju kërkon të jetoni në të kaluarën. Përkundrazi, ju thret ta pranoni atë, ta kuptoni atë dhe ta lini të qetësohet. Ndonjëherë fantazmat nuk janë njerëzit apo ngjarjet e së kaluarës, por unë do të thoya që janë versionet e vjetra të vetes sonë që ende na flasin. Nëse unë do të jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: një lajm hap një rrugë të re, por për të ecur përpara duhet të lini pas fantazmat e së kaluarës. Paçi.